si keni ardhur. Nerika ka ardhur tek ne prej vitesh. Na ka shoqëruar me artin e tij, na ka dhuruar poezi shpirtit e dine që na kanë bërë të buzëqeshjem, por edhe të reflektojmë, ndërsa sot e vjen përpara nesh një tjetër për mos, si historian e rojtarin e memorjes sonë kolektive. Sot jena bashkë për një ngjarje me peshë të madhe shpirtërore e kulturore, promovimin e librit Treva e Pushatit, nga autor mikun tonë të nderuar dhe shumë të dashur, Nerek Zallej. Kjo vepër e çmuar është fruti një pune gjatë, këmbuj, nuk është shkruar për Trevën tonë. Nerika ka bërë një punë të madhe, duke marrë secilin fshat një që nga ashta, Barbarushe, Pushati, Buzgjorpi, Hotën, Kone, Kukën, Mënjushet, Mekush, Pezha, Ranca, Shkezi, Stojka, Suzi e deri të Rushe i Poshtën. Përmes kësaj përmbledhje dëshmish, dokumentash, hartave të vjetra e kërkimesh të shumta, i jep dritë jo vetëm historikut të fshatrave tona, por edhe gjenologjisë së fiseve kryesore, familjive e xhamive, duke dokumentu fakte dëshmi historike që shumë prej nesh nuk i dinim më përpara. Ky libër vjen sot si një dëshmi e gjallë e trashëgimisë sonë, shpallosën vlerat më të shumta që na kanë marrë të bashkuar ndër breza, bashkëtesa dhe toleranca shekullore që kanë dhënë gjithmonë popullin e Pushatit. Përvina se cilit për jush sot e lartëson këtë punë të madhe kërkimore dhe në rënd kulturën e historinë e kësaj zone sonë. Ju falenderoj nga zemra që jeni sot këtu